Kjo është arsyeja pse nuk duhet kur të hysh vetëm në një azil të braktisur. Ky djalë filmon veten duke eksploruar vende të harruara. Por këtë herë ai zgjodhi një spital psikiatrik të vjetër që ka qenë i braktisur prej dekadash. Ajo që filmoi brenda ka tmerruar shikuesit. Që nga hyrja diçka nuk shkon. Korridoret janë të errëta, ajri është i rëndë dhe në një nga dhomat e fëmijëve ka një shkrim në mur që thotë: "Më ndihmo, mami." Dhomat janë gjysmë të shkatëruara, tavanet të rrëzuara, si një skenë nga një film horror. Në një moment, ai hyn në një dhomë me një paralajmërim të madh të pikturuar në mur: "Rrezik." Në mes ndodhet një karrige e vjetër e lidhur me litar dhe njolla të kuqe nëpër mure. Më pas gjen mjete të ndryshkuara që dikur përdoreshin për trajtim, por tani duken më shumë si instrumente torture. Dhe pikërisht atëherë gjithçka bëhet vërtet e frikshme. Pa pritur, një alarm fillon të ndizet nëpër korridor, sikur dikush sapo është arratisur. Pak çaste më vonë, nga errësira shfaqen qenë të çuditshme.